Nëse s'ka dëshmitar, a ka ndodhur vërtet? Jo. A është vonë apo ne e bëjmë vonë? E bëjmë ne vonë. Nëse harron një kujtim, a ka ndodhur? Ka ndodhur. Këtu më surprizë. A është e vërteta gjithmonë e nevojshme? Gjithmonë. Është gjithmonë, ë? Po. E sigurt. Po ma mirë një e vërtet që të them, se sa një gënjeshtër që të përkohësisht të lëmon. Unë di vetëm shprehin më mirë në fund me dhimbje se dhimbje pa fund, po thjesht doja ta thoja që duket sikur di. Nëse e thua një gënjeshtër shpesh, a bëhet e vërtet? Jo. Jo. A këtë, të vërtetën e ke pikë këtë, a është dashnia ndjenjë apo vendim? Ndjenjë. Nuk është një vendim për të ndjerë për shkakun? Jo. Për mua jo. Vjen natyrshëm, nuk e vendos dot pra. Në varet njerëzit që qasën dashnisë. Qartë, Fifi. A është më mirë të dish apo të besosh? Më mirë është të dish, por unë besoj. A beson se di? Unë besoj se ndjej. A ndjen se beson? Ndjej që besoj. A di çfarë beson? Di çfarë besoj. Atëherë dike. Kush fiton, zemra apo mendja, Fifi? Te unë, zemra. Zemra. Nëse s'ka rregulla, ka gabime? Shumë. Ka. Po nëse s'ka rregulla? Ka shumë gabime. Okej. A ndryshon njeriu apo thjesht zbulohet? Ndryshon, evoluon. Okej. Nëse s'ka krahasim, a ka sukses? Absolutisht jo. A është e bukura objektiva apo iluzion? A është e bukura objektive apo iluzion? Objektive. Objektive. Nëse fal, presje, harron? Nëse fal nuk harroj. Okej. Dhe ke 10 jemi.